Radio Maria Kosovë. Një zëj krishter në shtëpinë tënde. Na dëgjoni në frekuencën 105.2 FM për rrafshin e Dugaxhinit, si dhe në frekuencën 107.4 FM për rrafshin e Kosovës. Po ashtu edhe në faqen tonë në internet www.radiomariakosove.org. Radio Maria Kosovë, një zëj krishter në shtëpinë tënde. Qofshin të Jezu Krishti. I përshëndesim besimtarët të familjes së Zymit, por edhe besimtarët të familjen e tjera që kanë ardhur këtu, në veçanti familjarët në Kovën, Don Danielin, Patriarkun, motrat, e secilit prej nesh, këtu që jemi të mbledhur në prag të vigjiljes të festës së Zojës Madhe. A vigjilja është nesër, jemi në triditësit të Zojës. Festa Zojës Madhe në kishën e Zymit festohet shumë herë. Edhe mendohet, e unë mendoj, jam i bindur, sa është nga kishat më të vjetra dhe më vjetra në trojet e Kosovës që festohet të ngriturit e Zojës me Kumërqirë. Sigurisht se ka edhe kisha tjera të rëndësishme se cila për rolin e vetë, por nëse flasim për vjetërsi, për lashtësi, letra të flasim se kisha e familja Zymit është shumë herë e kushtume të ngriturit e Zojës me Kumërqirë. Çka festojnë? Janë të njerëz që nuk i kanë informacione bazë, as për besimin, as për Zojën e Kumë, e thonë, cila është Zojë më e madhe, ajo e qirave, ajo që është Zoja vogël, Zoja tjetër, Zoja madhe. Kemi të bëjmë me të njëjtën Zojë, me një person, për me Zojën e Kumë që ka shumë festa. E pse ka shumë festa në kishën tonë katolike? Sepse është shumë e rëndësishme. Pra prej njerëzve, s'po flasim për Krishtin, po flasim për njerëzve, është personi më i beku që ka ecë për tokë. Është personi më i rëndësishëm që ka ecë për tokë. Është personi më i shenjtë që ka ecë për tokë. Edhe vetë Bibël quhet ma e bekumja se të gjitha gratë, që ne e themi në Rozarë. Por jo ma e bekumja se të gjitha gratë, por ma e bekumja se të gjithë njerëzit krijesën njerëzore. E për këtë arsye ka shumë festa, por festa sëtme është festa kryesore, ma e madhja për Zojën e Kumë, e quajmë edhe Zoja e Madhe. Sepse është festa ma e madhja e saj. Të gjitha festat e tjera të Zojës nuk janë festa të urdhnume. Festa e urdhnume. Vetëm Zoja e Madhe hyn në kalendarin e festave e ditëve të urdhnume. Pra, që është e krente fest shumë e madhe. Qka në mëson kisha? E qka beson kisha?
Thot, në fund të jetës së saj, pra Zoja Bekume ka pas ecje jetë, në fund të jetës së saj, e ruajtur nga çdo njeri të mëkatit, edhe ati origjinal. Pra asnjë njeri në botë nuk është i pamkat përpos Zojës Bekume. Pra nuk po flasim për Krishtin, se Krishti është i biri Zotit. Ajo është tjetër diçka. Po flasim për njerëz. Pra asnjë mëkat, edhe mëkati origjinal ose të vjedhshëm që ne e trashëgojmë prej prindve tanë, kjo ka qenë mbrojtur, e ruajtur që asaj mëkat mos ta prek. Thot në fund të jetës së saj, me trup dhe me shprit në shtirë, unë ngrit në qiell. Pra me trup e shtirë. Kuj ka eshka Zoja Bekume? Zoja Bekume nuk ka eshka në tokë. Të gjithë shajt e tjerë e kanë një barë, ku i kanë një grusht eshka. Zoja Bekume është një kishë ku besohet se ka përfundu jetën e vetë, por ajo me trup e me shtirë mirët prej birit vetë Jezu Krishtit ngritët në qiell. Në qiell, thot mësimi i kishës, është e lartësuar, e ngritur e lartësuar, është mbretëresha e gjithësisë. Jo vetëm mbretëresha njerëzve, por mbretëresha e krejt kozmosit, e krejt gjithësisë, e krejt planeteve, e krejt yjeve, çdo gjë që ekziston, ajo është mbretëresha e tyre. Pra Zoti Ati Biri Shpirti i Shenjtë, e diçka tjetër. E Zoja Bekume është mbretëresha për krejt gjithësinë, për engjëjt e për kishën e trupat që vonë. Thotë e lartësume që të jetë sa më e ngjashme me birin e vetë, sa më e ngjashme, i përgjarë, sa më shumë birit vetë, i cili doli fititar mbi vdekjen dhe mëkatin. E ngritur në qiell dhe qëndron te burimi i jetës. Zoti është burimi i jetës. E kjo rreth afër atij burimi të jetës. Çka do të thonë kjo? Kjo do të thonë se ju mund t'i luteni Zojës Bekume. E duhet t'i luteni Zojës Bekume. Sepse nuk ka derë më të mirë, më të sigurt se Zoja Bekume me i paraqit lutjet të i Madhi Zot. Janë disa kisha protestante që thonë Zoja Bekume është sikur këtë bota tjetër. Është mësimi gabuar. Zoja Bekume është më e lartësuara prej krijesave. Nuk e thot vetëm Biblia, e thojnë edhe shkrimet e shejta të disa besimeve tjera, që ata nuk i njohin me besimet e tyre. Edhe ati shkruan për Zojën Bekume sa është më e bekumja prej gjitha grave, e është e paprekur prej mëkatit e të keqes. Për këtë arsye, kisha i drejtohet ndërmjetësisë së Zojës Bekume. Edhe ju mos pushoni të lut Zojën e Bekume me ndërmjetësu për ju, sepse asnjëherë nuk keni më kthyer duar fare, sepse kjo nxjerr thirrje te i biri vetë e te Ati Zot e Shpirtit të Shenjtë. Gjatë festës së Zojës Madhe,
para 30 viteve, ishte nga agoni para vdekjes motra Franciska, që sot ja kushtojnë këtë veç. Unë besoj se shumica për jush kemi marrë e mjoftë. I pyta këta me prifët e ri, këta thejë i me kanë shumë vegje për me kojnë me. Sigurisht se 30 vite nuk janë vakta, por do me kujtu e me lutë Zotin për te, për motrën Franciska Allah. Ajo është e lindur në vitin, pra ishte në vitin 1950. Pra kemi nga nejtë në që më të vjetër se 1950. Më të vjetër se ajo. Pra ka jetu shkurt. Ka jetu krejtë 46 vjetë. Sikur një kometë. Kometa që fluturojnë, për të vitëve ka pasë për kometa. Fluturojnë, shëndrisin qiellin e zhdukën. Ajo si një kometë me 46 vite e ka kry jetën e vetë këtu. Pse e kemi gjithë bashkë në zëmë me e kujtu e me ullu për te me 30 vjetore në vdekjes sot. Sepse zëmin e ka dashë për shumë. Edhe zëmi besoj njërës e ka dashë për shumë janë. Për të gjitha motrave tjera, të respektu se cilë motrë, se cila është shenë në një. Por, ata e kanë dashur, e kanë nëru ma shumë se ishte motra a parë, që patarë të zëmë. Edhe gjithmonë kujtimi i parë, është sikur ajo bomboni i parë njëtën tanë që e këshiru. Akullorja jote e parë që e kemi. Duket ma ose fruti i parë që e këshiru. Ma jamer se gjitha fruta tjera. Pra, në zëmë, ajo vjen këtu edhe ka shërbim për 13 vite. Jo vitet shumëta, por për ato 13 vite ka dhënë gjurë në kishën e zëmë. Në edukimin, në punën e saj e tjera. Për ju që se keni majtë me, ose keni fjallë, se bu me harru, ajo ishte shumë e thjeshtë, por ishte shumë e prejnë. Nuk bante kompromis me të keqën. Nuk kanë shumë përën të keqën. Edhe të keqën duke me prejnë prajnë. Ajo ishte e tjilë, ishte motër e lutjes, që nga kam su dhe ne më lutë, ishte motër e punës, për herë parë, unë në zymë, kam parë ljuve në kopshtë, kur ka ardhë motra Franciska. Gjitha o borët tonë në konë shkretin, sepse nuk kemë ditë me vlerësu, që ka dhe me thënë e vjetë një ljuve. Për herë parë, kopshtë e këtë ljuve, e kam parë kohën e saj, kur ajo ka ardhë. Pra nga kam su edhe të punë. Kishte virtytet e veta, urtim dhe nga thënë me ka një urë i menqë, s'ka nga thënë një urë më s'me folë, kuptohet, një urë të respekshme. Pra urtimja, menqëria, ishte shumë e përvujtë. Ata që e kanë në fëmijë, e mbi gjitha kalon gjurë me lutjet e veta, me krijimin e atmosferës të thirrjeve të reja. Prej asaj kohë kanë filluar motrat me arë, me u levru vajzat për motra. Ka pasë edhe para saj, për e kanë rastet ralla e sporadike. Me atë fillon hajtë ta qujtë thirrje të reja. Edhe lutjet e saj për ato thirrje.
Kjo nesh për kujtimin e saj dhe tjetër dhe nesh lutje për thirrje të reja. Kisha katolike nuk mundet me funksionu është ndërtuar ashtu prej Krishtit, me pas thirrje veçtanake e rregultare. Për këtë arsye, lutë Zotin që ky vend të jetë me shtar e motra. Kuptoni një gjë, që nuk jemi më të mirë ne, por Zoti na ka zgjedhur ajo mjeshtri i mirë, e mjeshtri i mirë na përpunon mirë, e krijon e ndërton shtjellën e fuqishme. Pra, Zoti është ku mjeshtri i mirë, i gurit, që e gërën një gur, e atë gur e vendos në shtjellën të quajtur kishë. Zymi me kaq pak banor që do. Prap, është një lloj kampioni në thirrjet e veta. Me plot motra, e kemi edhe 4 meshtarë që jemi këtu me origjinë prej Zymit, këtu, a disa prej origjinës më lartë janë në Vatikan. Sot, më në mend të këtë që ka thash parë. Nesër nesh, e mas nesër nesh, lutë në Zotën që ky vend tjetë prifta e mirë. E njerëz mirë të voqëm, sepse Zymi është konë shtyllë e kishës katolike për kishën gjithmonë. E ka me me shtyllë gjithmonë. Amen, qoftë e Jezu Krishti.